vendet e botës, por ndoshta në Kosovë ishte pak më enorme krahas vendeve të tjera, nëse marrim parasysh edhe krahasojmë edhe pagën mesatare që ka në vende tjera. Kosova i ka dy parametra të rëndësishëm që ndikojnë në këtë situatën që e kemi sot. Ajo varet nga importi dhe remitanca. Një vend i cili varet nga këto dy shtylla nuk e ka të armën e sigurt ekonomike, ashtu siç e kemi ne. Prandaj, momenti që ti nuk e stimulon prodhuesin vendor dhe varesh totalisht nga importi, kemi rezultatin që kemi me çmimet e larta. Prandaj janë dy këto elemente që neve na dëmtojnë ekonominë rënd. Për shkak se nuk kemi prodhim vendor. Kjo nuk kemi as stimulim për prodhuesin vendor. Elementi tjetër është edhe ndërhyrja e instruksionit që nuk po bëhet. Kudo në Evropë ka pasur i çmimeve është e vërtet, por shteti ka ndërhyrë në një formë ose tjetër për të ndihmuar shtetërorët të përballojnë edhe shkallën e inflacionit, edhe rritjen e çmimeve, edhe gjitha situatën ekonomike. Mos harrojmë se Kosova nuk është hera parë që po kemi kriza ekonomike. Kena pasur vitin 2010 kur ka pasur problem Greqia dhe problemi i Greqisë pak neku në të rajonin edhe në vendin tonë. Ishte një recesion ekonomik, ndërsa Kosova nuk është që e ka hetuar shumë këtë për shkak se ka pas institucione tjera, ka pas kryeministër tjetër i cili ka ndihmuar ekonominë dhe qytetarët nuk është që e kanë rritur krizën, të cilën e kanë rritur të gjitha shtetet e rajonit dhe me gjë. Po, Ardon sa ndikon realisht edhe kjo politika e tregtarëve, po i themi, dhe monopoli i qarkullimit të produkteve? Edhe një pyetje? Sa ndikon politika e tregtarëve